Në mediat izraelite ka analizat të tilla të cilat e konsiderojnë Turqinë si Irani i ri, nisur nga fuqia e saj në perspektivë, por edhe ajo çfarë ka aktualisht. A mendoni se Izraeli po tenton që ta tërheqë Turqinë në një konflikt të mundshëm ose ta ketë si rival në të ardhmen? Dhe në këtë rast, se ju e përmendët pjesën e lojës diplomatike të Turqisë, si e shikon Turqia këtë lëvizje të Izraelit? Po, në fakt këtë debatohen në median turke, cila tashmë ku ish kryeministrat apo ish ministrat e Izraelit e kanë shprehur disa herë që pas Iranit e ka radhën Turqia, pra sepse Turqia është ajo që është do të jetë armiku kryesor i Izraelit, por kjo duhet kuptuar më shumë për konsum të mrenshëm të politikave izraelite, por ashtu edhe të politikave turke, sepse shifen edhe për masat dhe geostrategjia, shifet edhe mundësia, mallësia e ushtrisë e të qenit luftarak, pra në fushë, ku Turqia dhe Izrael nuk janë shumë larg, pra nuk janë sikur Amerika me Iranin, por janë shumë afër dhe unë nuk e shoh në asnjë mënyrë që Izraeli në thojza mund të gricet me Turqinë në asnjë lloj mënyre, por duke parë domethënë politikat e Benjamin Netanyahut, jo që tani thjesht por që gati 30 vite që në 95, 96, 97, ai ka bërë një politikë të qëndrueshme në konflikte, në luftë dhe në gjak. Dhe normalisht tashmë sipas teorisë e Benjamin Netanyahut, i cili nuk duhet harruar që kërkohet çdo në flet arrest, domethënë dhe kërkohet për krime kundër njerëzimit, krime lufte, pra domethënë janë gjëra shumë serioze për të. Normalisht që ai duhet ta mbajtë karikuar popullin e vet, pra hebrejt e Izraelit, pjesën që ata e mbështesin Netanyahun, të mbajtë karikuar, të cila pra ne nuk do ashtu, por do shkojnë sipas thënieve biblike që unë i quaj prralla, sepse Zoti nuk merret me tapi, nuk ndan tapi, por të shkuar tek ajo toka e premtuar, e cila është gati deri në gjysmën të Turqisë, pra edhe toka e premtuar që me gjoja e Zotit ja ka dhënë tapit hebrejve për ta pasat tokë, dhe në këtë aspekt është një politikë e Benjamin Netanyahu dhe qeverisë së tij, apo e djathtës ekstreme të Izraelit, e cila e kërkon gjë, por jo, ama ka edhe opsione të tjera të cilat Izraeli për shembull ka përkrahur jashtë masë, qoftë nga ana logjistike, nga ana e armëve, po edhe nga ana ekonomike, ka përkrahur grupe terroriste në Turqi, siç ishte për shembull PKK-ja, apo tashmë flitet për shembull deri diku pavarësisht se shumë herët për të analizuar këtë, por që Izraeli e ka bler totalisht Kiprën e pjesës greke, pra edhe shumë ishuj të Greqisë, të cilat nga ana e asaj jo Izraeli direkt me Turqinë, por për ta dobësuar Turqinë duke përdorur si mash Greqinë apo Kiprën, por këtë me të vërtetë duken më shumë se janë teori konspiracioni se sa e forcave, sepse Turqia është në NATO, e para dytë dhe është ushtria e dytë në NATO, pra nuk është një vend që nuk ka ushtarë. Janë e treta, është një ndër fuqitë shumë më e fortë në të gjithë rajonin, pra qoftë edhe në konflikte e Izraelit. Pra ka një politikë shumë ndryshe nga Izraeli, nuk e ka gjakpirës, nuk e ka gjakderse, ka diplomatike, e cila aktet e Turqisë, nuk duhet harruar që edhe Trumpi tha pas revolucionit të Ahmet Sharas, pra Gjulanisë e vjetër dhe Ahmet Sharas, i cili Turqia dha ja arriti me sukses, pra pavarësisht se Trumpi dekadat i ngatron me mileniume, por tha 2500 vjet dhe arriti Turqia ta marrë Sirin. Pra kemi gjë të cilat të përdorur, unë shoh që i përdor Izraeli për politikat për të mbajtur të karikuar popullin dhe për të tërhequr në fakt edhe vëmendjen, duke i futur edhe frikën e gjithë botës që ja tashmë çfarë bëri në Gaza, krimet e makabra i bëri tashmë po ashtu edhe në Liban, në Siri, në Irak, në të gjitha vendet, dhe Europa, sidomos Europa, duke i futur frikën Europës që ja çfarë bëjmë ne nëse ju nuk na përulin ne, por edhe Europa ka ndryshuar qëndrimet e saj, ku që Anglia, Spanja, Italia, shumë vende kanë arritur të njohin Palestinën si shtet, pra brenda Izraelit, pra në kufit e 67-s, kështu që këto unë i shoh më shumë për konsum të mrenshëm, për konsum politik, por edhe për konsum diplomatik, në fakt, i cili Benjamin Netanyahu e ka thurë, domethënë, vetë jetën e tij politike dhe pushtetin e tij në gjak, dhe ende sa të jetë domethënë ai gjallë, do të vazhdojnë kështu, dhe normalisht që i herë tregon me gisht një tjetër, i herë tregon me gisht një tjetër, i herë tregon me gisht një tjetër.
Para disa ditësh presidenti turk Recep Tayyip Erdogan i është përgjigjur në mënyrë të ashpër Benjamin Netanyahut mbi atë që ka kryer së fundmi në Liban dhe mbi ndërhyrjen ushtarake në Liban, duke i theksuar se dhe ushtria turke, pra dhe Turqia e ka kapacitete të tilla për të vepruar në të njëjtën mënyrë. Në këtë rast, ju si e lexoni këtë deklaratë, apo i tregon vendin Erdogani Netanyahut duke i thënë se këtu ka një kufi që në këtë rast mund të jetë Turqia? Po, në fakt, fjalimet mund të quajnë, ata që ja shkruajnë Erdoganit, që jo tani, por për 2 dekada e gjysmë, i cili është i vetmi lider në Turqi, pra lider politik, i herë ishte kryeminist, dhe tashmë kur pasi kaluan në sistem president është president Turqisë. Këto fjalime janë për të thuar të gjitha copy-paste, nëse i referohemi domethënë para 15 viteve, 20 viteve, fjalimet e presidentit Erdogan, presidenti që ishte atëherë ishte kryeminist në Kombet e Bashkuara, në NATO, në Bruksel, gjithandej kanë qenë të njëjta. Pra, domethënë stop, ne jemi atë bëjmë atë, por Izraeli në të kundërtën veprimet e Izraelit janë shumë të ndryshme. Për shembull, se kthehemi 6 vite më parë, me zotit 6 vite apo 7 vite më parë, zoti Trumpi e bëri Kudusin, pra Jeruzalemin e bëri kryeqytet të Izraelit, dhe me një vendim të Trumpit. Por me pa nga ana e fjalimeve të Erdoganit, nëse i zbërthejnë fjalimet të Erdoganit, nga ana e romantike, nga ana teologjike, po dhe nga ana kulturore, sipas muslimanëve, Kudusi është qabja, pra është pika më e shenjtë dhe më e para për muslimanët. Pra ja hiku nga Trumpi, pra Trumpi ja dha hebrejve. Kështu që prononcimet të tilla nuk janë se pra për të futur frikën Izraelit, sepse ky Izrael me të gjitha ato prononcime që bëri Erdogani, unë i quaj prononcime apo fjalime apo edhe intervista romantike dhe më shumë për konsum të mrenshëm, pra për të për të konsoliduar votuesin e vet Erdoganin në Turqi, sepse në zonë asnjë gjë nuk ka bërë Turqia, përveç ndihmave humanitare, kjo është tjetër gjë. Pra, edhe nëse një shtet e ka forcën në Gaza, jo për 1 muaj apo për 2 javë, sa ishte shumë e vështirë të merrte një vendim për të ndaluar këtë luftë, për shembull, po zgjati 2 vite apo jo, pra 2 vite, fjalimet e Erdoganit për të mbrojtur Gazën apo Libanin unë i shoh totalisht romantike, sepse nuk e ka Turqia ndoshta forcën e veprimit për çast. Normalisht në të ardhmen nuk e din, por tani nuk e ka. Që janë këtë fjalime romantike, por njëjtën kohë përdoret për konsum të mrenshëm, sepse ka një botë kuptim në Turqi se sikur mos të ishte Erdogani presidenti i Turqisë, pra që i zoti i Turqisë 20 e sa vite, Turqia do të ishte si Libia, Turqia do të ishte si Siria, si Iraku, pra do të eliminon të krejt, dhe këtu krijohet kulti, pra kulti idhulli, lideri idhull për turqit, i cili nuk duhet të harruar, duhet ta cilësojmë shumë mirë që Turqia është antare e NATO-s, pra nuk është Turqia, Irak apo Iran apo që nuk është antare e NATO-s dhe është forca e dytë në ushtri, pra në NATO, në aleancën më të madhe të gjatë gjithë historisë së kësaj bote. Turqia është forca e dytë e kësaj. Edhe nëse ti je forca e dytë e kësaj, atëherë pra Gaza nuk do të lejoshe që të shkonte në agjendje sa të bën krimet më makabre të gjithë historisë së njerëzimit. E para, e dyta, këtë përdoren normalisht që ka një të mirë kjo nga ana tjetër, kjo që flet Erdogani, sepse shumë shtetet e Bashkimit Evropian, pra të botës më të qytetëruar të gjithë njerëzimit, arritin që të njohin Palestinën si shtet, dhe kjo është shumë domethënëse. Pra atë që ka thënë Erdogani janë thënë më shumë për të publikuar në përbot që ja këto krime kundër njerëzimit po bëjnë hebrejt kundër muslimanëve në Gaza. Dhe këtë ka cilësuar vazhdimisht Erdogani. Kjo ka qenë e mira që me të vërtetë gjithë bota e kuptoi se çfarë bën Izraeli. Pra nuk është molla e sherrit në lindjen e mesme Hamas, Hezbollahu, Irani apo e Saddami apo ato që u prononcoshin që janë, domethënë u thuan që janë atë, por në fakt molla e sherrit është Izraeli. Këtë arriti Erdogani ta prononcojë në të gjithë botën. Nga ky aspekt është anë e mirë, sepse gjithë bota dihet se çfarë po bën tashmë Izraeli në Gaza, në Liban, po ashtu edhe në atje, por nga ana ushtarake kështu Erdogani fjalimet e tij ka romantike për konsum të mrenshëm, por edhe për union ndërkombëtar. Pra ka dy anë, një gjithë botës ja prezantoi se çfarë po bën
qeveria Benjamin Netanyahu duke bërë këto krime, kurse nga ana tjetër e përdor edhe për konsum të mbrëmshëm, i cili dita ditës po vjen duke forcuar edhe pozitën e vet në Turqi.